Mirëmëngjes dhe mirë se vini në emisionin tuaj të përgjithshëm. Zgjohuni me ne. Data sot shënon 13 mars dhe ne si çdo ditë tjetër do të kthehemi pas në histori, art dhe kulturë. Do të vijmë në ngjarjet më të rëndësishme të 13 marsit dhe do të kthehemi në vitin 1781, ku astronomi William Herschel vështron qiellin me teleskopin e tij dhe zbulon një planet të ri, Uranin, duke ndryshuar përgjithmonë njohuritë tona mbi sistemin diellor. Rreth një shekull më vonë, në vitin 1881, në rrugët e Shën Petersburgut, ndodh një atentat që do të trondisë Rusinë. Cari Aleksandri II vritet nga një grup revolucionar. Ndërkohë, në vitin 1930, një planet tjetër do të marrë emrin e tij, Plutoni, fal një vajze 11 vjeçare, Venetia Burney, e cila sugjeron këtë emër për objektin e sapo zbuluar. Po në këtë ditë, por në vitin 2013, bota katolike do të mirëpriste një pap të ri, George Mario, i cili do të merrte emrin Papa Francesco, duke u bërë papa i parë nga Amerika Latine. Do të vijmë tani të flasim për lindjet e shuara të datës 13 mars dhe më 13 mars të vitit 1733, lind Joseph Priestley, një kimist dhe filozof britanik, i cili do të bëhej i njohur për punën e tij mbi oksigjenin. Gjatë një shekulli më vonë, në vitin 1855, në SBA vjen në jetë Percival Lowell, astronomi që do të parashikonte ekzistencën e Plutonit përpara se të zbulohej zyrtarisht. Në fushën e artit, në vitin 1900, lind Georges Seferis, poeti i madh grek dhe fituesi i çmimit Nobel në letërsi. Muzika e gjithashtu fiton një yll në vitin 1939, ku lindi Neil Sedaka, këngëtari dhe kompozitori amerikan që do të magjepste audiencën me hitet e tij. Ndërsa në vitin 1989, bota e futbollit do të mirëpriste Holger Badstuber, mbrojtësin gjerman që do të luante për Bayern dhe kombëtaren gjermane. Historia kujton gjithashtu dhe ata që janë larguar nga kjo botë më 13 mars. Në vitin 1881, pas një sundimi të gjatë dhe reformash të rëndësishme, cari Aleksandri II i Rusisë bie viktime një atentati. Benjamin Harrison, ish presidenti i SBA-s, shuhet në vitin 1901 duke lënë pas një trashëgimi të rëndësishme në politikën amerikane. Letërsia humbet një nga mjeshtrit e saj më të mëdhenj në vitin 1975, kur Ivo Andrić, shkrimtari jugosllav dhe fituesi i çmimit Nobel, ndërron jetë. Bota e artit vizual përjeton një humbje të mëdha në vitin 2012 me vdekjen e Jean Giroud, artistit francez të njohur për vizatimet e tij manice në komik. Një tjetër ngjarje që do të kujtohet gjatë në vitin 2018 shuhet Oskar Gröning, ish antari SS naziste, i njohur si llogaritari i Auschwitzit, një simbol i errët të historisë së luftës së dytë botërore. Tani u ftoj të ndiqni rubrikën Ne dhe Shëndeti. Manaferat plot lëng janë ndër frutat më popullore të verës. Kur ka një ngjyrë të errët, kjo tregon se manaferat ka një përmbajtjen e tyre shumë antioksidant. Kjo substancë ndihmon për të mposhtur plakjen, tumoret dhe sëmundje të tjera. Manaferat për ekspertët e mjekësisë popullore janë super të pasura me vitamina dhe minerale bazë për organizmin e njerëzit. Pikërisht për këtë arsye rekomandohet që ky frut të konsumohet nga të gjithë grup moshat, veçanërisht fëmijët dhe të moshuarit. Janë të pasura me vitamin A, E, K, B, me fibra, antioksidant dhe flavonoid që garantojnë një shëndet të mirë. Manaferat gjithashtu përmbajnë bioflavonoid dhe vitamin C. Një filxhan me manafera siguron gjithashtu gjysmën e sasisë të nevojshme ditore të vitaminës C. Kjo ju ndihmon për përforcimin e imunitetit dhe mbajtjen e një lëkure të shëndetshme. Mbrojnë shëndetin e kockave. Një filxhan me manafera siguron 1/3 e sasisë së vitaminës K, që e ndihmon gjakun të mpikset dhe është esenciale për kockat tuaja. Vitamina K është e nevojshme për formimin e kockave dhe disa studime kanë treguar se mungesa e kësaj vitamine është e lidhur me rritjen e rrezikut të thyrjes dhe osteoporozës. Mangani në manafera gjithashtu mbështet shëndetin e kockave si dhe prodhon kolagjenin për një lëkurë më të shëndetshme.
Mbajnë në kontroll sheqerin në gjak. Manaferat janë një nga frutat me sasinë më të ulët të sheqerit. Kombinimi i sasisë së ulët të sheqerit dhe sasisë së lartë të fibrave mundëson rregullimin e insulinës dhe sheqerit në gjak. Gjithashtu mbrojnë trurin. Manaferat mund të përmirësojnë mënyrën se si ndërveprojnë neuronet, reduktojnë inflamacionin në tru, antioksidantët në manafera. Është vërtetuar shkencërisht se ndihmojnë në zvoglimin e inflamacionit të trurit dhe ndryshimin e mënyrës se si komunikojnë neuronet. Manaferat bëjnë të mundur uljen e kolesterolit në trup. Njeriu mund të hajë sasi të mëdha manaferash edhe të mos të shëndoshet, përkundrazi, ky frut bën të mundur rënje nga pesha, si dhe kontribon dhe kontrollon nivelin e yndyrnave në gjak. Ky frut lufton gripin dhe të ftohurën, ndihmojnë në kontrollimin e sheqerit në gjak. Manaferat janë një nga frutat të cilat përmbajnë pak sheqer. Sasia e ulët e sheqerit dhe sasia e lartë e fibrave që përmban ky frut e bën atë një opsion shumë të mirë për rregullimin e sasisë të sheqerit në gjak. Për biografinë e sotme kemi zgjedhur të flasim për një legjendë të muzikës pop. Një ditë të ftohtë dimri më 13 mars 1939 në Brooklyn të New Yorkut, Leonid Daloshe do të bëhej një nga ikonat e muzikës pop. Me rrënjë hebreo-ruse dhe sefarite, ai rritej një familje të thjeshtë, por me një dashuri të madhe për muzikën. Ishte nëna e tij ajo që i vuri re talentin e jashtëzakonshëm dhe me shpresën se ai do të bëhej një pianist i madh klasik, e regjistron në shkollën e famshme të artit, Juilliard, që në moshën e fëmirisë. Por fati kishte plane të tjera për të. Adoleshenca e gjeti Sedakën të tërhequr nga ritmet energjike të rock and roll, një zhanër që po shpërthente fuqishëm në vitet 50. Ai nisi të shkruante këngë duke bashkëpunuar me mikun e tij, Howard Greenfield. Ishte ky duar që do krijonte disa nga hitet më të mëdha të epokës, duke ndikuar thellësisht në historinë e muzikës pop. Në vitin 1958, Sedaka bëri hapin e tij të parë si këngëtar solo, por ishte viti 1959 ai që do ta ngjiste në majët e suksesit me hitin Oh Carol, një këngë e dedikuar për ishte dashurën e tij, Caroline King, e cila më vonë do të bëhej një nga kantautoret më të suksesshme në histori. Ky ishte vetëm fillimi. Gjatë viteve 60 ai prodhoi një sër hitesh, të cilat e bën një nga artistët më të kërkuar të asaj kohe. Por suksesi nuk zgjat gjithmonë pas sfida. Në fund të viteve 60 dhe fillim të viteve 70, shihet muzikore ndryshuan dhe Sedaka e ndjeu këtë më shumë se kushdo. Për një moment, duke sikur karriera e tij po venitej, por një rikthim i jashtëzakonshëm priste përtej horizontit. Në fillim të viteve 70, Sedaka u shpërngul në Angli dhe nisi një bashkëpunim me Elton John, i cili jo vetëm që e frymëzoi, por edhe ndihmoi të rikthehej fuqishëm në skenën muzikore. Me albumin e dhe hite si Laughter in the Rain and Love Will Keep Us Together, ai dëshmoi se magjia e tij nuk kishte shruar. Në vitin 1975 ai bëri histori kur kënga Breaking Up His Heart u bë hit i parë që arriti sukses si një këngë ritmike rock and roll në vitet 60 dhe më pas një balade ngrohtë në vitet 70. Ishte një testament i talentit të tij të jashtëzakonshëm për të ripërcaktuar vetveten. Gjatë dekadave, Neil Sedaka vazhdoi të krijonte dhe të performonte, duke u kthyer në një figurë të dashur për breza të tërë. Ai shkroi mbi 500 këngë, u bë pjesë e songwriters dhe ndikimi i tij në muzikë mbeti i fuqishëm. Edhe sot, hitet e tij vazhdojnë të dëgjohen duke na rikthyer në një epokë të artë të muzikës pop, nga një djalë i thjeshtë në Brooklyn në një ikon të muzikës botërore. Do të vëmë me rubrikën kuriozitete dhe sot do të flasim për një kuriozitet nga bota e matematikës. A e dini se numri 0 nuk u përdor në matematikën europiane deri në mesjet? Sot zeroja është një nga konceptet më themelore të matematikës. Por në lashtësi, shumë qytetrime nuk e njihnin fare si numër. Grekët e lashtë, për shembull, nuk e konsideronin zeron një numër të vlefshëm, pasi për ta matematika kishte kuptim vetëm kur përshkruante objekte konkrete. Për këtë arsye, filozofë si Aristoteli refuzuan idenë një mangësie të plotë apo të një shifre që nuk përfaqësonte asgjë. Megjithatë, në Indi dhe shekullit të 5, matematikani Brahmagupta ishte i pari që trajtoi zeron si një numër më vete dhe formuloi rregulla për operacionet matematikore me të. Ky koncept u përhap më vonë në botën islame përmes matematikanëve arab, të cilët përdorën të njëjtën sistem që përdorim sot. Në Europë, zeroja u pranua vetëm gjatë mesjetës, pasi Leonardo Fibonacci e prezantoi atë në veprën e tij Liber Abaci në vitin 1202. Fillimisht, shumë njerëz e konsideruan zeron të rrezikshme ose madje dhe heretike,
Pasi krijonte mundësinë e mashtrimeve financiare, pavarësisht skepticizmit fillestar, zeroja u bë bazë e matematikës moderne dhe ishte thelbësore për zhvillimin e algebrës, shkencës kompjuterike dhe madje dhe për konceptin e numrave negativ. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 13 mars 2025 parashikohet të përshkohet në një mot i paqëndrueshëm. Sipas parashikimeve pritet një ditë me vranësira dhe rreshje shiu. Temperatura minimale parashikohet të jetë 5 gradë Celsius dhe temperatura maksimale parashikohet të jetë 20 gradë Celsius. Era pritet të fryjë me drejtim nga jugpërëndimi me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 8 metra për sekond, çka do të bëjë të krijojë dallgëzime 1 deri në 2 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër, 11 deri në 16 gradë Celsius. Kukës, 9 deri në 17 gradë. Peshkopi, 5 deri në 16 gradë Celsius. Tiranë, 12 deri në 18 gradë. Durrës, 14 deri në 17 gradë Celsius. Kavaj, 14 deri në 18 gradë. Elbasan, 8 deri në 20 gradë. Berat, 12 deri në 21 gradë Celsius. Korç, 5 deri në 16 gradë. Vlorë, 11 deri në 19 gradë Celsius. Gjirokastër, 5 deri në 13 gradë. Sarandë, 10 deri në 16 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 13 mars 2025 parashikohet të përshkohet në një mot i paqëndrueshëm. E gjithë dita do të jetë mbushur me vranësira dhe rreshje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale parashikohet të jetë 18 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga juglindja me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale të parashikuara për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovica, 9 deri në 15 gradë Celsius. Podujev, 8 deri në 16 gradë. Skënderaj, 9 deri në 15 gradë Celsius. Pej, 7 deri në 15 gradë. Prishtinë, 8 deri në 17 gradë Celsius. Gjakov, 11 deri në 16 gradë. Malishev, 9 deri në 16 gradë Celsius. Gjilan, 5 deri në 18 gradë. Ferizaj, 6 deri në 18 gradë Celsius. Kaçanik, 8 deri në 18 gradë. Suharek, 6 deri në 18 gradë. Prizren, 7 deri në 17 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë të rishihemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Deri atëherë, miru takofshim.